Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit tashmë nga jeta e artistëve shqiptar. Në fakt, unë do të bëj një analizë të çiftit Mateo dhe Brikena. Nata e mbrëmshme në Top Arena ka qenë një diskutim i jashtëzakonshëm, domethënë edicioni i dytë i Top Arenës, qëndrimet, ndjesitë, marrëdhënia e Mateos edhe Brikenës. E shikoja që Brikena ndjeshte e mërzitur në fakt kur bështe pyetja për marrëdhënien mes Brikenës edhe Mateos, ndoshta kishte edhe një lloj frike brenda vetes së saj që Mateo të mos të thotë një diçka, sepse nëse do të kthehemi më herët, domethënë ishte Mateo ai i cili e hapi historinë e Brikenës, i thëritur në dhomën e rrëfimit nga Ledion Liço, nëse mbani mend, ishte ai që tregoi që problemi në këtë marrëdhënie, në këtë histori dashurie, në këtë ndjesie kishte bërë daja i Brikenës, por gjithsesi, domethënë Brikena e shikoi që ndjeshte pak e stepur. Edhe pse ne mendojmë që e tëra kjo është bërë për klikime, e tëra kjo është bërë për domethënë për vëmendje, realisht e shoh që Top Channel-i po e përdor këtë ngjarje, po e përdor pak si histori për të tërhequr audiencën dhe për t'i shkruar më pas tituj që për shembull Eriola Doçi ngacmon Mateon me këtë pyetje pikante dhe më pas Brikena vepron në këtë formë. Domethënë janë këto drama që realisht nëpër media ne i kemi shikuar, janë drama të ripërsëritura. Mateo ndjeshte shumë energjik, sadopak domethënë nga edicioni i parë në edicionin e dytë e pash edhe Brikenën që i kishin kaluar pak ato emocionet, ato frikërat që realisht personazhet publik këto lloj frikëra shikan, këto lloj emocione shikan, domethënë Mateos edhe Brikenës i kishin kaluar, ishin në rregull me veten e tyre. Gjithsesi pash që çifti kishte ca shikime interesante, ato ishin të ulur përballë njëri tjetrit. Brikena ishte ulur në karigen pranë Manushit edhe Franceskës, që ju e pat shumë bukur, ndërsa Mateo ishte ulur pak më larg. Por shikimet e tyre, ndjesitë e tyre, emocionet e tyre të lënin të kuptosh që diçka në këtë mes fshihet. Unë mendoj që çifti ka një krisje të vogël, nuk mund të jetë e tëra kjo për klikime, dhe pse ne kemi dyshuar pafund, por besoj që qëndrimi në Top Arena, ndarja e kohës mes njëri tjetrit, emocionet e përfshira të njëri tjetrit, mendoj që do ta bëjnë çiftin që të jetë i fokusuar dhe të ndanë momente të bukura, por edhe të ketë një lloj rikthimi, sepse e shikoj që nuk kanë asnjë lloj bisede, domethënë na kanë kthyer në atë filmin e ditës së parë në Big Brother, kur Mateo ka hyrë për herë të parë dhe Brikena rinte shumë e ftohur. Nëse e mbani mend, domethënë janë po të njëjta qëndrime edhe në Top Arena, që Brikena dhe Mateo vazhdojnë të jenë në të njëjtin spektakël, vazhdojnë të ndajnë të njëjtin spektakël, njëjtë siç ishte Big Brother, por kanë atë hidhërimin të mbrëmshëm, le ta themi shpirtëror, me njëri tjetrin që unë realisht nuk dua që të ekziston tek Brikena dhe tek Mateo kjo gjë, sepse unë kam parë tek ky çift, kam parë shumë dashuri. Dhe ajo që në fakt mua më tërheqën vëmendjen kur përdoret fjala dashuri, apo kur përmendet dashuria, për shembull provokimet që po i bëhen Mateos, jo Brikenës. Brikenën deri më sot, domethënë në 2 edicione nuk e ka provokuar njeri, po Mateon e provokojnë më shumë, domethënë e provokojnë tepër, e provokojnë në të gjitha dimensionet, në të gjitha format. Provokimet që i bëhen Mateos, unë mendoj që janë me kastile që të shohin reagimet e Brikenës, po derisa Brikena nuk kundërshton dhe qesh, unë mendoj që dashuria mes këtyre të dyve ekziston. Pa marrë parasysh se në çfarë mini vendim janë ato të dy, se nuk mund të themi që janë në vendim, por në një mini vendim që ato në fakt e kanë përzgjedhur për marrëdhënien e tyre të dashurisë. Unë shpresoj që çifti të rikthehet, sepse kam shpresa, domethënë, te ky çift shoh shumë gjëra, shoh shumë emocione, shoh shumë ndjesi, shoh shumë pikpyetje që realisht mendoj që me ditët në vazhdim edhe mund të shuhen. Tani, në qoftë se Mateo
fillon që të afrohet me Brikenën dhe Brikena e zbutën pak zemrën e saj, unë mendoj që Mateo do të bën ato lëvizjet e bukura të tij melankolike që edhe mund të na surprizon. Por gjithsesi, domethënë, unë shoh një çift që ka një lloj hatërmbetje me njëri tjetrin. Nuk mund të themi që kjo e tëra është për marketing, sepse po të ishte për marketing, Mateo dhe Brikena do kishin rëshqitur, por kimia e tyre është shumë e ftohtë, domethënë janë shumë të ftohtë me njëri tjetrin, nuk kanë asnjë lloj komunikimi. Mateo në shot mundohet të jetë energjik, po e ka pak problem në një ambient me Brikenën. Tani varet se çfarë kontrate u është dhënë, varet se kur e kanë nënshkruar këtë kontratë, varet se si kanë ardhur gjërat dhe normalisht ato nuk mund të prishin më kontratat të cilat të nënshkruajnë. Por unë e ndjej personalisht të tillë që domethënë Top Arena është duke e përdor këtë si histori për ta shit materialin e tyre, sepse zakonisht emisionet dedikuara futbollit janë emisione që ndiqen vetëm nga ato të cilët e shohin futbollin, e duan futbollin, e duartrokasin futbollin dhe kjo gjëja në fakt mua më ka bërë që të hyj në dyshime se si po shkon apo nga po shkon kjo marrëdhënie. Kjo është ideja ime, do me thënë nuk është e tëra për klikime kjo që po ndodhen, si në natën e parë, si në natën e dytë, do me thënë Mateo çlirohet nga emocionet televizive, nga kamerat, nga ai presioni i madh që është aty brenda, nga ajo studio gjigande që ti duhet të qëndrosh e të japësh spektakël kur e din që është një numër i madh që të shikon, por mendoj që me Brikenën kanë një lloj emocioni të ftohtë shpirtëror që mendoj që gradualisht duhet përmirësuar.